E ka ditur se maga mund t'i kthehet në magmë, e cila në vend të heqjes të përvëlon bashkë me damkën e korrupsionit. Ndaj në përpjekjen për të blerë nderin e humbur, taktikisht ka operuar si madhështor. Për të futur në veprim keshin e Zenit, ka gjetur 2 shkopinj sushi, duke mos prekur asgjë me duart e familjes. I pari, Nuredin Seçi, një elektricist me pasion shkëmbit nga Tropoja, garant i 6 milion eurove, është sot 72 vjeç. Çfarë do lloj rrjedhe të marretimi? Seçi nuk bën burg për shkak të moshës. Dëmi më i madh që mund t'i vi është heqja e titullit qytetar nderi nga Bashkia e Tropojës, po këtu nuk është vendi për të shpëtuar nderin, por për t'i shpëtuar burgut. Seçi mjafton që të mos thotë të vërtetën dhe është në rregull. I dyti, Flamur Noka, firmëtari i kontratës, duke mos ditur asnjë fjalë anglisht, ka një alibi të fortë, pasi mund të thotë në spak se nuk e di asgjë çfarë ka firmosur dhe se po merren kot me të. Një personazh i tillë që flet, ecën, mendon dhe bën gjeste sikur është doktori, është ideal për një proçk të tillë. Së dyti, është aplikuar një formulë e cila është provuar më parë dhe ka rezultuar efikase në rastin e aferës me ish klubin Partizani, kontributi patriotik. Përmes kontributit patriotik, Dhëndri Maltezi fitoi 5.4 milion euro si trashëgimtar i pretenduari 114 metrave katror, megjithëse ligji është shkelur në mënyrë të shumëfisht. Kjo aferë korruptive do t'i hap punë spakut, zbërthimi i saj nuk është kaq i lehtë sa duket.